Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, minutat në vazhdim janë të rezervuara për fshatin Mirena, komuna e Lipjonit. Unë po ju lem me pak pomje fantastike nga ky fshat e ju qëndroni me neve. Fshati Mirena, i shifni pomjet prapa meje, këtune herë e kompjutera që i kemi pas me Windows. Kështu po ma e pa të ndjesin, erdha qëllimisht veç me i marë ca pomje me ju të regu se sa i bukur është fshati Mirena. Prapa meje jem të i po i mbojnë në gorat e paraglajtit, parashuta, qështë do ne merne, me parashuta më rëndësien të ullëshue, hajdina po shkeputem e po shkojmë drejt shtepive brenda fshatit, edhe sa ma ofër banorve. O sa pomje të bukur që ka fshati, nuk e keni idin qka po shë. Tash do ja u përcjellëm në përmjet ekranit tuaj edhe juve gjithësësi pomjet, se unë s'duve që në më knoq, po bashkaresh, kujdes. Infrastruktura është nivel shqiptori, që të fjallën të anoj. Qa deshta mjë thonë harrova, më hupi. Infrastruktura është nivel, mungojnë trotuart, shtepit e bukura, pomje ma gjepse, pastërti brenda fshatit, në këtë rrugic. Shofëm më pastaj. Fokus këto shtepit, ne gjithësi po provojmë me thirë, me këtë shprehjen tonë të famshme, oj zoti shpis. Po më duket vetëm une, të pijat. Ja, s'moj mu largu pa ju morir. Ajo kanë qitë. Bravo. Tashme që jemi në prag të Kurban Bajramit, edhe i fillojmë pak do pastrime, do sene. Duket këtu e posh dikën, një po throsëm, a e posh as e posh? Nuk është, pas kam bo sytë. Po dhe nëse nuk takoj banor, e rëndësishme synin tem, po e knoqi, hajt një heron din një fokus. Perfekt. Në këtë logje, po më duke që s'ka bere qetë, ka shumë pak shtepi, si që dhe jini të e po vetë. Pra mendoje me pasën këtë pjesë ka që dëbukur shtepin, po që ka të duhet qyteti, bre. Pa, fenomenale. Jemi të e po edhe gorat e paraglojdit, paragloni, si të doni, thuani, sporti fluturimit të vlo. Fluturojnë, knoqen, adrenalina, nivel. Qetë bre pas kemi, qetë. Kuj kemi ata cilët nga kanë shkru me ardhë me po Mirenën. Hajde një mëre delni se ka mordhë. Në fakt, kur nuk ju të regoj se kur vi, veç kur të më shofin kështu, e din një tashme nuk me pëlqenë skenarët heq, gjithë shka spontane, ashtu del gjdo herë ma bukur. Ja, se t'ja nisi me përgaditje me... Nuk më pëlqenë. Fundi i kësaj rrugice, po kthehemi e po kalojmë në logjen tjetër. Ky është fshati Mirena, i rrethuar me bukuri natyrore. Nuk po më pëlqen fokusondi. Me një herë në shekini. Kështu edhe të mbyllt. Se ju...
Kaluse? Ja, s'ka kaluse. Nesh të mbyllëm për këtë gjysmë vjetër, nuk bën kështu. Kjo bukuri që e ka fshati, pse keni lënë uren, rrjedhjen e ujit kështu të stërmbushur me mbeturina, nuk po m'pëlqen hiç. U dëshprova, hajde po kalojmë maton fshatit, rrugët kështu janë shumë të pastërta, por do e marr parasysh edhe që janë krejgjilbrim. Mashallah. Shumë fshat i bukur, tipik fshat piktoresk. I pas kanë qitë me kullot, pasat mira janë këto luçkat. Mirë ju boft, tull! Infrastruktura është nivel, mungojnë trotuart, po m'duket që në këto fshatrat që janë kështu mamalore, a nuk po i preferojnë trotuart, apo kanë mbet zvarr. Nuk e di, mbetet pikë pyetje. Koha mi vendos. Syzet, a e ke marrë edhe një fokus atje? U knaqen me parashut. Shkojmë tasht, po vazhdojmë. Inshallah po e gjejmë në i banur. E keni kërkuar fshatin Mirena me të madhe. Ja, na erdhëm tash. Presëm me na dal banort, me na tregu për fshatin. Unë ato temen e bëj. E komentoj çka më takon pjesa jeme. Por që banorët janë ata cilët e perfeksionojnë emisionin, me që ne nuk e njohim fshatin. Edhe këtu një pjesë mbeturinave, hajde mashallah ju koft. Pse kështu ma preshqefin? Nuk e di se në menaxhimin e kujt është, por që edhe nëse është në menaxhimin e komunës, banorët janë ata cilët duhet me pas kujdes për fshatin. Po m'duket që ka edhe lëvizje kështu për nga ana makinave, ndodh që edhe si puna jon kështu për hir të parë që vi. Po na nuk gjujmë. Unë të i kritiku kudo që po shkoj me gjuh vet, nuk shkon. Një rrogic tjetër e pashtrume, shefeni, kjo pjesa pas ka mbet ashtu, është një shtëpi e bukur shumë në fund të rrogicës. Perfekt. Këto fshatrat e Lipjanit mu kanë bërë disi të njëjta, por që kë pak po dalloj ka me që nuk e ka pjesën pozitën gjeografike të rrafsh që kanë fshatrat e tjera, dikon po ndëgjohen, dikosh në probart unë isha mi gjetë, s'ka milion kon ven. Edhe cicirimat e zëgjve po na shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Jemi në stinë më të bukur të pranverës. Edhe kënej, gjysmë rrogice pashtrume. Fshati ka nevojë për investime, ka nevojë për ndërhyrje. Kështu që kirurgjike, s'po e them. Nuk po e bojmë bajat. Shtëpit janë shumë të bukura, ajri është i pastër, në Lipjan njerëzit janë punëtor, edhe janë shumë ikprica. Çdo herë vi me kënaqësinë më të madhe këtu në komunën e Lipjanit. Edhe një tjetër rrugicë që na çon atje drejt një shtëpie, apo shkojmë deri në fund? Mos ti janë shkalaj këto rrugicat. Duhet me cek që fshati është me shtrirje të madhe, por nga ajo çka ne po shohim, nuk është që ka dhe shumë shtëpi, edhe se sa është i banuar si fshat, as këto nuk e dim. Hajde mos po e takojmë dikën. Po ju le nga ky moment me pak pamje nga ky fshat, e me pastaj takohemi pas pak. Oj, zoti i shtëpis! Qëho, përshëndetje! A doni mysafir? Faleminderit shumë. Jemi me kamerë ko me ju pyet diçka për fshatin. A doni mysafir? Faleminderit, si jeni të rëntina? Një faleminderit, ju? Me familje? Me shëndet mirë punë? Po më të qëtë s'ka kënë këndirë. Pak diçka. Po veç në i foto atë këtë. Bara me konë si morëm gjëshka për borë bile edhe më në qëtë. Do është edhe merë, nëse unë i poshtë ca rrugë, nuk ishe nivel.
Do shta na bohem se bep edhe ju vjen asfaltin ndirë shpisë. Që këshyre. Kërejt që ajën shtru asfaltat në altë, atje këty ju. Pse kështë? Pse me hile? A hymë të shënë Po, hile po, punave e pomjes? Pse po të ka drejt drejt se kur shko me dhon, kur shko e po kërëje, kur shko. Ndoshta unë jem se bep edhe Jo zhyjet për po bohet e mira. Shati Mirina. Bash Mirina. Pa e lujt kërkosheq. Hiq. Bishe vak. Si është Mirina? Mirina qërë si Mirina. Sa emër i bukur Mirina. Jo. Si i kam bet, a din më tregu? Qysh? Mirina. Qysh i kam bet e emri? Po e këty në herë peshimnisi në orta, tanën. Këty në herë, se na si mërim. Para shumë viteve. Po, e tani jenë met, jenë vendosë edhe jenë met Mirin, shati Mirin. A met. Edhe mos slunë, që në hode, nështë e ke një zonën. Po, jëm konë me gjirimin hote. Në hode janë tunë, zënel, Mirinës. Hode i ki mas jenë. Unë e s'ka fshat që si akom një zonën. As Po. kryeministri nuk i di ma mirë fshatra cënë. Kryeministri në knoqi. Në knoqi. Qysh po me nërë mërë kështu aj, qysh është të me nërë kështu. Me 150 euro në dhaje për gjallë. Sa edhe me vdek o bo fështirë. As me 150 s'mundesh me mbullu shpenzimet. Pasha zotin as me 1000, se ja. Inshallah larg i kemi. Po, jo, qëre, me prim të ujim, nuk dijet. Qëre, to e jesë banë vakitan, shën. Ja, E vërtet. Çka po bëhet në këtë Mirin, si po jetohet, Vallahi. si janë kushtet. Kushtet pisheh vetë, sen, ma do të jibën ka. Kështë shtëpit e bukura po përveç rrugëve, nga jo çka arrita me po deri me tash. Rrugëve edhe po të kalzej, nuk jem tonër. Pa tonër si për di hoa. Qysh po jetoni ju me Po familjen? vallahi, ai qërë jeti i thash, gjashtyshna. Po. Gjashtyshna, po, mërnu, sigurej, në me thonë, sigurej qanin kalib. Gjashtim të rënuna. Të rëna, me 150 euro, 60 orë, shumë e bo. Ka, mja mojtë, hajde. 60 orë, ka me shkua. Sët, këshurë shka ka bon harqin, shka ka bon rrymën. Çmime të dha. Ku mu mi mbulun ato? Së në mbulej. S'ka shans. Ja, mazalla. Po këshyrë më na myqë, shkur të tropë. E kështu me punë, ka shpia po mirë një diçka, po mbjell një diçka. Wallahi, që është kam jellë, se qëton kam krejtë, a bërë, orë, shpije, që qëton. Me qëton. Po mbjell veç për nevoja familjare, apo mundesh me shit diçka nga këtu? Jo, zotin e fashinë, ju vras për veti zel. Ty vendalin as për veti. Ja. Po do të me shfor njëri, s'po ki qare. A keni fmi? Po. Djem, a keni? 2 djemë e 2 vojsa. Apo punojnë fmija? Po ju vallava, ku me punu? Ku? S'ki bre, punon për shumë një javë det, 2 javë s'punon, e sa shpunë. Ja. E vërtet. Se. E tash atin me më tregu fshati është braktis heq, është i banuar, ka njerëz. Vallahi, shoti i Mirinës që ty, po të kalzej, 20% nuk janë. E kanë shuvanë. Janë dalën. Krejtë në për Lipjonën, ka njën ka të pleqonë. Krejtë shpijet gati që tu. Që kje përshit që tu dyja. Që kje, po, dy edhe që kje jemja, kjo është pëbanume. Dyja ne janë pëbanume. Që i kanë shuë, kanë jetë. E sa banor munden me kom brenda fshatit për afërsisht? Po, 70 shpijen. Ma tepër janë, ma tepër se ka, për shumë edhe një me hallan për se kënej. Pishkullë, një anë që kënej edhe na jem. Sa logje i ka gjithsej fshati? Dhe me thonë 3 logje. 3 logje. 3 logje i ka. Kështu me zveti raportit i keni të mira? Po i qërë kesë si bon, ku ishtë në banë kush, kesë këqyrën punën e vetë, në tonën, që të Apo shkonit e ta, apo vinte jo? Ja, vish që kraboja ju, se kështë ju, me kështë lak nuk e me. Njështë në rogë, për shumë një të më tjetër, që shqie Po, për shëndetit të i keni. Po, Mendova kështu në shpea, shkoni me zveti. Ja, Përveç infrastrukturës, a ka diçka tjetër që mungon në fshat, a keni diçka probleme? po i vallahi. Për shembull me energji elektrik jem të i po këta telet që janë të lidhur, që shtyllat telet, elektrike vjetra. Po, krejt vjetra, kosh si bjen mas. Që ko ka mund, që të roki, që në tele roki, e ka kam srujnë. Që në pëm. A qitët sruja në pëm. Kjo, para që të dhe rëzek. Po, në kosh nuk e jenë. Vjen të lyporët, takpot, pasforët të jyben. Një dy fjallë si fol me ty. Ja, heq.
Kështu vizita nga ana komunës, a keni pas ndonjëherë? Po, A vallahi. vinë me ju pa jeni gjalla Që çka po ky, bëni? që ky kretori i Lipjonit ndash me ditë nuk e mojnë men kur ka shkel katunën e Merenës. Ku janë votat po, se i vynë, për vota po, anë është ju. Ja, 100 herë ka pason të me shtrua se në re. Po krejt janë në re. Krejt hinët i pitë qytyjit, e terin Lipjanan Prishtinë të ki me reja. Ja, me re do të me qitë me vete, shka kushtë një sohen një kjerë, më shumë nuk kushtë asfalt, një kjerë sohen, po s'fadar. Po dhe se nuk ishte shumë rrugë gjata. Po jo, bre, Për veç- shembull këtu po. një rrugicë e vogël, ani është një rrugicë tjetër e vogël. Që të i kije 3, Po. se kënej dhe të shkurta i kënë marrua me beton, i kënë shtropar dhe i rekret. E këtu një kjerë sohen, më shumë s'dyjnë, po hes veden. Apo më duket mu, a fshati Mirina në komunën e Lipjonit ka ma e lon me mazdore. Që kënë dash me ditë në pikre dënsh, ma dhore. Do më thonë nuk e pas na kop keq. Jam Syni ma pas a kop bashkë një. me vene ke pas, na jem shkelt. Gjithë më në jetë, pi komunë, pi të sa në jem shkelt. E tash nuk mundem pa të pyet në fillim atje te ura, pse ishin gjithë ato mbeturinë aty, më tregu. Që pi qisin, se ty jo det nuk vjen me morë bërlogën. Tash, pe mushka sa njerën, ku me qisin? Detyrohni. Po, tani pi qisin s'pa kanë shkavojnë, s'pa kanë qore. E janë menaxhim të komunës apo e mirëmbon dikush fshatin? që Jo na i mërë kom- komuna i ka, këtu komuna i ka. Edhe po vinë shumë rolla. Po, në dy jo, një herë vjen. Qesë që tash për shumë, që gjëmohë, banë vakiz vjen në qitën, ku me lënë? Shki ku e Ai lënë? për 2 ditë po bëhet. Që thë, ku me lënë 2 javë det, po nuk vinë kosh, nuk të vjen mas kosh, nuk të këshyrë kosh, që ta betalime do të mi gjuti kon. Që një lënë mrena këtë në barë, shmoj. E, po nuk janë të punu, pasha zotë nuk janë të punu sen E heq. kështu si banor, a i një bashku na njëra, a i një mbledh krejt bashk edhe me unis drejt komunës, për pak në citë e juve. Ku mi bo? Ty ben mën mi bo 3 bashkë. Ja, ju, me një njëri, me një unë si dhe një unë nuk thore të gardhe. E vërtet. Ja, bashku krejti, po dhe hoa kje. E familje tjera si që ndrujnë me financa, me kushte? Po ty do janë jashtë shumicë që ta nata ne kajtë jashtë janë. Po. Po kajtë familje në kanë Mergata jashtë. kështu, ajo ka zgjat durën diçka me Kush? kontribu për fshatin? Pasha zotin, aso moja thullit. Asa të zitë të thonit. Që. Jo, Po më që ditë se mërgata gjithandej janë shumë dorë shlirë. na këshyrëm njoni shushin me mytë. A ka mune, ty këshyrëm e të shkatrove. Qashtu i kem na jem shqiptarët. Po harrojmë se bota është në formë rrumbullake E, dhe sillet po gjithçka. qëre, so ke lufta o vëllo, ku të kam, pa të gjuhët heq, mëri shkubin kër vëllo s'kam. U shlirum, ty i bënë në gjeshëm a zlam të unë. A zlam se kemi në gjuhët. Se u zbehen raportet, që me ndën? Qëfse, I ka hi uj dikon. po qëre, i ka një bra uja, i ka një interesi, si s'ki interes nuk do në kërkosh heq. Qëre unë jem ka i zonën. 24 orë. Në blino, që të në pa që një zonë. Po, edhe atje im konë. Banë men, 24 orë, nesër ku në kanë shumë dhe në 12, trupi ju në konë sukur që kjo krejt, e zi. Zi, krejt. E vetin noni, banë men, u bom razi, veç me në vro. Qashtë që në erë që ti. Ma mirë të vromë se... Mu kërtalisë. Vallohi, edhe sëtë kur të vjen hesapi 1 dinar, ma tepër nuk e marë, të najtë në gjinja. Pa punu kur me gjonë, që banë edhe anë i ljave, bara me mu merë. Si kom punu në jam, minirët jome, në ujën, në shijën, në lëqe. E, sëtë pasha zëtë 1 dinar se marë, ma tepër. A shkën kja, ku ma drejtësia? Sa është kja drejtë? Kja është e drejtë veç në bonarë. Jo, inshallah, larga asaj. Po ndalë në pak tek pjesa e bujqësisë, punimi i tokave, sa po praktikohet në fshatin Mirina. Tu ka bëllë, a këtë bëtallën. Kërejt qështë janë që livadhen, kush si punën. Fshati kështu e kishte një pamje mahnitse. Nuk e ka po më në mirë, keqe nuk e ka, po pa punëtur. Dikush s'pa ka traktor, s'pa ka me shka punën, e s'pa ka qora pa e lo. Nuk janë kushtet, shkurt shqip. Shkurtet, rëvë kushtet, janë. E dikush i ka valloj, kushtet, ka traktorat, ka dhojt, po e kënë qitë e kanë, no. Mos se këshyrin tukën, veç pa këshyrin me dollë jashtë, me dollën banesën Lipjan, që tu. Për shatë mos pa menojnë. A 5 cilës ma nga që veni jëtë, ty i bënë bëma të kërkush. Se në është veni jëtë.
Shumë e vend e keni. Unë ju falenderoj shumë për kohën, Faleminderit, ishte juve. shumë kënaqësi. Faleminderit. Na edhe bëni juve, halal Allah nëse ju ju faleminderit. shqetësum. Inshallah, bëhat mirë. Inshallah Ditën e po bona mirë, se mirë. bep, Eh, e po ju vjen rruga. Hajde me deshti një Unë kam e bë edhe një apel kështu publikisht, mandej as në dorën teme nuk është. More, qëre mja bon hizmetin aty, tani zdijet, veç mja bon hizmetin. Shumë e vërtet. Miru pofshim, çdo të mirë. Faleminderit shumë, e falenderoj banurin e parë i cili na i dha ca informacione lidhur me fshatin Mirena, i ndëgjut përgjigjet që ai na i dha vet, po e morëm këtë një kumbulla, sumbulla, s'mund të jetë askujt, si ka qenë kjo virsha ne abetare. Ne po vazhdojmë ishte mirë rrugën drejt fshatit, është rrugica e parë në cilën kemi marrë pamje, po vazhdojmë kështu drejt, nuk e di edhe se sa rrugica do na presin. E keni parasysh se fshati është me shtrirje të madhe, afërsisht 70 shtëpi ndodhen në këtë fshat, ndoshta edhe më shumë, por për afërsisht kjo ishte përgjigjja që e mora nga vetë banori. Shtëpi sa dush, mu më duhen banorët cilët janë në fshat, ne po vazhdojmë, po tentojmë me gjetë sa më shumë banorë, në mënyrë që mos me imbet bërgjë publikut me informacione për fshatin Mirena, i gjeta, të Gjerenika, shkeputemi derisa të ha mirë, e me pastaj kthehemi. E tash miqtemi, jemi pranë objektit të shkollës, shkolla fillore, përveç kësaj e ka dhe fushën sportive, jeni tu i po dhe nxënësat që po luajnë, nuk kënaqen. U afruam edhe pranë objektit të shkollës, nga ilustrimet në dritore po më duket që është edhe qerdha. A ka qerë dhe djema këto a veç shkolla? Nuk paska. Objekti është shumë i bukur, pra si që të regova, është edhe palestra Orzu. Orzu Andi! Kjo është, po, bashkë me fushën e sportit, po luajnë nxënësat u kënaqen. Aldo, ka mundësi të shënoj gall, ik largo më mërti. Ke porta e shkurtëse, po me jepunë. A e pas na shytën e fort. Ju përshëndes djema, tëngë. Sa djemë të respektueshëm që ishin. E tash po nisemi drejt një tjetër lagje se sa e bukur është, vetëm Andi mund ta dëshmoj. Fokos lutem. Hajde, po shkojmë dalë nga dalë. Më duket që kjo është pjesa, jo më duket, po kjo duket të jetë pjesa më e bukur e fshatit Mirena. Jeni të e po, pra janë 3 lagje në këtë fshat, siç e ndëgjut edhe banurin. Lagja më e bukur, kjo. Në fakt, e gjithë Mirena është e bukur, por që nga ky kënd vështrim me të vërtet duket fantastike. Është tipik fshat i rrethuar me male dhe kodra. Pozitën e ka interesante gjeografike, ma jep ndjesin sikur mos me qenë në komunën në Lipjanit, shefeni ani kështu të poshtë, edhe ma hec ma dën me icë. Dyqysh si cërta në mdo këtë vetja. Edhe ka fillu pakira me fry. Ta në të mirat, veç po vazhdojmë. Zgatë zëtë kësi moti. Këto fushat kështu të pashfrytzume, pra e ndëgjut banurin që shumë pak, tha fusha ora ka sa dush, po me u punu s'po punohen, por që është një fshat piktoresk. Ja vlen veç me dalë me u kënaqë në këtë fshat. Ora është dikon 15 edhe është interesante në këtë orar mos me taku as edhe një banor të pakten dikon kështu në përborra të punu në sena, shumë interesante. E kam parasysh se janë edhe në orare. A dëni mësafir? Mirë se ju gjejmë.
O me ardhë në Lipjan e mos me dosht, mesafer është e pa mundur. Pa ku jeni shtëpia e madhe bre. Jo kështë bëll e madhe po duket. Njerëzit a? Si jeni, a jeni mirë, Torontina. Mirë si ju gjetëm. Mirë se veni. Shëndet, familja? Mirë, pa Qysh po kaloni? Mirë, ashtë mirë. A ishe të shku diko, na je këthy? Jo, jam të bogati për në punë me shku. A, në punë, qa po punoni? Në roj jemi, Ku ashtë? e Prishtina madhë. A, shumë mirë. Shpo jetë puna? Mirë, pa e mirë, nuk ka keq. Hajde tash po kalojmë për çka kemi dalë, për fshatin Mirina, me na tregu si është si fshat, përveç bukurive që po i shohëm. Qa ka të mirë tjetër? Do gjatë mirë e ka, vish njerës pak nuk janë sa dohet. Sa kanë betë numri njerëzve për afërsisht? Në unë jam betë vetë vish me të shoqen. Djep ka një jashtë, që ka të martunë, fill me ta me që është si jetim. Po ja, për me të shoqen që shto keni dasht, zgatë zotë kësi moti. Ja, unë e ju se kum dashtë, ne. Po bojnë pak shaka. Po, se unë vetë kum si në gurbet, e di shka, edhe i huj ku pa shka, po ndohë se ma shte thikën ma shpine. Atë të huj, se jo ishë për të mirë, thët i kur vallave që qëtë vishë dvetë. Po, për të huj. E bashkë ndjen me të gjithë. Po, që ashtu. Mirë njerës shumë pak, këj do pleqë 3 so. E cila ka qenë arsyeja se fshati është tamam fshat edhe ndoshta është konë mundësia me u marrë me bujqësi. Bash rania për bujësi, për brevstori, për tanë, më pashis. Feks. Se ka bota këtë vend, nuk e ka bili bash njoni pa tarpi të ravesin i katunit, ka ku shetin bot, ka më qësë si vend, ka njës pas da poe. Ato i dek një parë nejkër besi, ju i gjohë, hasha për shek pa, për të e ma sfert sa ma. Aja po. Po pa është me lypë kërkur strojse speces pa lypë bëk. Pa kanë zi ka pa morin. Po. Gjinash me u braktis gjithë këj fshat. Përveç të tjerash, se cili shtepin ma të bukur se tjetri. Fishe, po. Qysh i keni ndërtu? Në qfar puni? Qa keni bo? Allah, me mobili për fasone ata këshita si fil ka vetë. As djemë si kumë në më prej punë me dorë vetë. Isha të kredia me të lepe, me të aseshe. Tu përtheku që shtë ka pak. Po, që të disin që shka e pone. Bili një kështi ma bëjke porë, zote, ma se marë shpijen e mirë, se diti shka ba, ma se shërin edhe mua. Më nashtin fitilin. E, fitilin, po. Thuj ku me morë me konë shembull i mirë, që mi nëzitë edhe tjertë. Po. Isha të ju pytë emigrimi, kështu largimi nga fshati me të madhe, kur ka fillu? Ose cila vite është bo? Pas luftes? Apo çdo ditë? Ja, pas lufte, ja, po dhe pas lufte vishë për 2015. Mas shumë. Aty që dera mos sanalen. E janë njëni tjetën fojnë di që ajë njeri qëllë ja ka aty që ajë ka fojnë. Jo për gjumë tupi njëni tjetën. Tupi që ka kapaj me dorë, ajë shri qëllë për sanë. E po të harin që ajë tupit. Feks. Bujqësia nuk po punohet, a? Fare he, që vishë një bo që këmë bon, as kanë grënë, as ka la më, që sanë me këtu. E gjithë këtu toka që po i shofëm, ashtu i lini, a? Qashtu krejtë. As bori nuk e kësitin me morë. Ja unë faldi ku në kush dhe me morë. Dhe bash një djoli jam i ka do që të 2015, këshin pas vetë dhe gazetarë në autobus. A pse pa e një kush pashtemi në këta vetja, pse? Pse asë këmë ditë ku në mja qitë votën, e ma së falë tha. Qaja për atë që ja. E banurët si janë të fshatit, për çka njihen banurët? I ruani traditat? Mikpritjen kështu e keni në Po, Lipjan? mi pritën e presin, po, ato kanë gjithë, ato nëse hupin, një, po. S'ka shka me pritë. S'po vjen kush, Kush, po, përveç mi, veç unë që pja u qeli ja, dyrt. veç ti si orë, se kërkush nuk jes, e me do që ti ndru, për po, ku dirë se me qëllin me shkua me nejtë. Tash del, mytë është e një shesh së në gjoni kështi nga hëtë bëj Allah me thonë. Sa e vritën fshat, asë edhe një market nuk ashtë, ta? A kom po, unë mja qenë marketin. Pak familje sa kanë betë Pa qëtë? ka qenë një loqë, ta ku të shkën e sheni, një mujdet e më sheni. Ta sonë vinë për Gjermaninë, për ose je marrë me ble këto. Rinin e kemi hub, tash ata shesin blenë atje në Austria, Gjermaninë, i bina fyllit. Shkollën e kishit, qendër mjekësisë familjare, ju vetëm Jo, shkollën, as shkollën, xhami po. ju? Jo, as xhami, jo, as kishi, jo. Si e në për to. As për kish, as për xhami. Unë po ja u shë traktorin e pasket, Po, pas kam bet në arkiv, apo edhe zë njëherë. kur.
Do dru kur i bojnë malë më kërë. Ako kom bon ki traktar, dhe natën kom punu s'kom fijet. Sa se puneshëm me kual, me balisa, me ki, me le, me gjithë shka. Dhe pas pas tonë atë ku atëherë, sa bohe nata më kishtë jenë tatu i punue. Mi thonë djorit ka për shkon malë, shalë për e herë. Ka për shkon njëra, hajë zotin, sukur me rehi duket, se dojnë. E djemta, po mundë me ju ndihmu diçka juve? Po, mirë gjë, po s'ka nevojë. E kanë gjetë vetën? Po, e kanë gjetën, po. Dikon, për martesa jo. Por më hajtë se ka ku, martuën bëllë. Ka ku hapa hecë. Fluturim. Kur kom pas 15 vjetë se më nesha plesninës kur gjotar po më duhet si jo që shku një muj, pas ku me shku sëd. Ja, pa hecë. Fiks, Po. fluturim po ecën. A martohni me zveti, brenda fshatit ju? Jo. A jeni gjithë vendali? A ka dhe nga të ardhën prej vendeve Ja, të këto tjera? të ardhën s'ka, po mirë, po na kemë bytysh. Bytysh, a me qilaga atje që ka tunit e manguja nuk martohme. S'ka fisi bytysh, nuk martohme me ta. S'ka ndohë hale, për fisë kajtë që këfis s'ka ndohë, me t'i kanë mu martohë hale. E familje tjera me qëfar veprimtarie mirën, çka punojnë, krejt në përshpia, jenë ta shëmpune e në mrena në përshpi. Te ditë ju hi mrena. Shka që aty dy plesi gjonë, atje që ashtu qaj vlave që atje në fund, nama i ka dy djepë saj, dhe i vetë mi qaj, këtë t'i hi shka dy plesi gjonë. Ski. Shto kanë betu ja se gjitha fshatrat. Po. Sa kemi fillu punën? O që pak e kam autobusin edhe me dalë tana. Unë të mbërë. Hajde, përshëndes, falenderit. Faleminderit shumë për kuën. Një tjetë rrugic e pashtruar. Shefeni, a dojnë me elon kështu vetë tipik fshat, apo se si është puna nuk e di, por që familjet jetojnë këtu. Si ka me dole me makinë kështu? Shefeni rrugën, nuk është në gjendje të mirë, ne po vazhdojmë në fakt po provojmë me hy edhe në këtë familje, po thrasëm, edhe jemi drejt fundit, ju kam paralajmëruar qysh në fillim se fshati është i vogël. Kur e them e vogël, e them në kuptimin me pak shtëpi, se kështu për shtrirje është bukur i madh, por i shpërndar. Takim të qarta. Po shkojmë edhe me pak pomje. Momentin që kam diçka për me komentu, kthehemi. Se di as ku dola, veç e di që edhe një rrugicë na pas kam bet. Po shkojmë po morëm pomje, po trokasim në ndonjë familje. Kam bet gjithë ditën kështu tu sill në mënyrë që me gjetë banor, por ja, s'ke çka i bën. Temperaturat i kemi pa dyshim të larta. Tash ditë e mira po vinë të nxehta sa dush, kemi më kënaqsh më përzhit. S'ka, ke dashit profesion, grahit ashtë. Janë këto shtëpi të braktisme shumë, veç po provoj qëto, mos është në i kosh, po kjo është një shtëpi që është ndërtu tash, kështë nga larg jem të e po. Saj pas ka vendos dritaret, po ndel në i qenë kështë. Shumë interesante ka struktura na. Gjerenika. Smujta me mri. Me gjithë në i fshat ku ka qërshia, po nuk jam pjek, halo. Qa tërë me tyra qërshia, se kilogrami shumë shtrajt. Kështë e shfridzejnë e përkatun dhe une.
Muret janë të dikurshme me bolt, por që i japin një ngjyrë fshatit. Shtëpit i kanë shumë të bukura dhe gjëna, si i kanë lënë shtëpit. Hajde shtëpit po dhe fshati bre, dhe mos atë pjesën që e keshim këtë në fillim, ke fantastike. Rrugëve vetmuar, unë po ece tu kërku banore, s'po moj me gjete, tararararara. Kom të po m'djegun vallajnë. Si mos me konë lipjana, edhe kjo shtëpia po kulla. Kulla, fokos, sa bukur e pas kanë edhe u burrin edhe. Shumë bukur. Edhe një tjetër rrugic e pashtruar. Këtë komuna, as me i kalu kësaj dhe na herë, po m'duket jo. Rrugëve të fshatit Mirena, rrugëve bosh, si që dhe jini të i po, në fakt kam pas pritshmëri më shumë që kom e taku banor, por ja që kështu e kaluam ditën e sot me këtu në Mirena. Kjo është e gjitha që ne arritëm me marrë informacione, me marrë pamje nga ky fshat, ashtu si që kaloj ditën në X fshat, ashtu edhe e pasqyroj, ashtu e publikojmë, se s'kam si ndryshe, me dëshirë i takoj se cilin prej banorëve, por ja që realiteti është me ndryshe. Kjo duket me konë shtëpia e fundit saj përket këtij fshati, e këtu nga dalëm do të edhe me u përshëndet me juve, një epizod i shkurtër, por i lezetshëm me pamjet e bukura që i ka Mirena. Erdhi fundi edhe ditës së sotme në fshatin Mirena. Faleminderit për kohën tuaj, faleminderit fshatit Mirena për atë sa patëm fatin me i taku 2 banor apo 3, kështu kam bisedu, me që edhe fshati është i vogël. Gjithsesi i kemi shiju pamjet e fshatit, e kemi kalu një pasditë të këndshme. Ju vazhdoni të qëndroni me neve e ne shifemi në fshatin e radhës. Deri atëherë, mirë mbeqi!